në marrëdhënie me ngritjen e pagës, të cilët kërkojnë shfuqizimin e asaj pike për pjesën e ligjit për prokurorët dhe gjyqtarët, ata kërkojnë me rritjen e koeficientit 0.36 që ju rrit presidenti, pse mos i rritet edhe këtyre në bazë të atij ligji që këta vetë kanë bërë. Dhe në qoftë se do t'i përmbahemi kësaj, atëherë bie që unë të garantoj që kushtetuesja duhet mendohet shumë mirë për sa i përket ballancës së këtyre dhe ajo shifër që thuhet 3.000 euro e 4.000 euro nuk është fare e tilla. Që thot Rama, mos unë se di fare. Ata as më shumë as më pak ja vlen që të marrin sipas rritjes me indeksin e rrogës së presidentit 0.36, ja vlen që është 36%, ja vlen që ta kërkojnë dhe shtesa e tyre i bie 70.000 lekë të reja deri në 80.000 lekë të reja. Vetëm ka një gjë. Ti po thua që ata kërkojnë një rrogë të rritë rrogat. E disa i vete më. Një sekondë. Ta them se si vete shumë jo. Po nuk e di fare. Po rroga maramend se tani kanë dhe një diskriminim, flasim atë. Po jo, një sekondë. Në çfarë diskriminimi ku kanë nga 16.000 dosje i kanë bërë 200.000? Po çfarë ti bëjnë? Ishte sistemi i tillë sa shumë gatua sistemi. Nuk e di. Dakor. Po edhe këta gjykatësit për shembull. Po pjesë e të njëjtës gjë. Okej. Po tash nëse ti kërkon të rritet rroga 36%. Apo kërkon të rritet rroga 36%. Po një pensionist i rritet pensioni, sa i rritet pensioni pensionistit? Po nuk mund të flasim tani një gjyqtar, shikon. Po ta shikosh një gjyqtar i spagut i cili ka 3 makina a dispozicion, ka rrogën e majme, ka atë pjesën e shoqërimit e tjera. Dhe po të shikosh rrezikun e këtyre gjyqtarëve që nuk është... Të flasim atë se unë jam brenda sistemi dhe e dim se çfarë ndodh. Ngarkesa më e madhe me dosje ku është se te spaku apo te këta? Te duhet të gjykohet apo te këta? Nuk është faji këtyre, sepse ka mangësi sistemi të cilët... Kolegjeja dole prapë. Shikoj, nuk është pjesa e kolegjes, problemi është që e ngarkuan vetë sistemi. Se në kodën verit paktën galat ishte ajo punë, po paktën t'i votoj i zishe gjykatësit. Shiko, mos të ngarkojmë gjithmonë. Humor ishte dhe ajo, po kjo është... Mos të ngarkojmë, unë gjithmonë them, e kam thënë dhe them prapë, që niveli më i madh i dosjeve sot që kemi neve janë pjesë administrative dhe civile, janë institucionet e administratës që kanë krijuar konflikte në mosbastimin e ligjit dhe qytetari është i detyruar. Janë të detyruar ata të cilët të ashtu të drejtojnë gjykatës. Mendimi im personal, neve duhet dalim tek rrënjët e këtij konflikti. Siç e tha dhe Bresida në fillim, personat që janë marrë me reformën drejtësi ka qenë inkompetent. Sepse ti vetë thu që gjyqtarin e referojmë këto pak, nuk na pëlqen kjo pak, ti vemi tjetër, t'ja shkurtojmë, t'ja zgjasim, t'ja ulim e tjerë. Tani, në 138 i kushtetutës është e qartë. Pagat dhe përfitimet e tjera të gjyqtarit nuk mund të ulën përveç rasteve kur nevojitet marrjeve masave të përgjithshme ekonomiko-financiare për të shmangur situatet të vështira financiare të vendit ose emergjente të tjera kombëtare, kur gjyqtari kthehet në detyrën që mbante para emërimit, jepet një masë disiplinore ose vlerësohet i pamjaftueshëm profesionalisht. Tani, këta veti kanë bërë këto ligje, nuk e dini ta ku janë ekonomistë, sepse ti kur e bën një reformë e di, ky do ketë këto pak, do referohet tu. Tani këta përkërkojnë ato që i takon. Tash është morale, s'është morale, është gjë tjetër. Pra, është ligjore, as është ligjore, është gjë tjetër. Mos harrojmë, kryeministri i Shqipërisë është 2 herë në gjykatën kushtetuese vetëm për këtyre ligjeve të pafta. E para është rasti zonjës Ballugu që nuk merret vesh, nuk dihet se për çfarë masa sigurimi duhet shkuën në gjykatë apo jo. Tani na del një problem tjetër. Pra, tregon pavësinë totale. Ne duhet bëhet një analizë. Pse është arritur deri këtu? A persona që janë bërë reformën në drejtësi, duke filluar që nga emërimi i të pavëve në vetin, të pavëve flas formalisht që splotonin kriteret, deri tek këto pasoja. Kjo është e gjithë pyetja. I takon gjyqtarit apo jo kjo pak? Për mendimin tim personal, duke parë parasysh dhe unë kam rënë ndjeni të padis, ajo i takon. Sepse nuk mund të referosh te i ligj kur ti ja ke dhënë më të lartë pagën. Nuk mund ta referosh. Tash është morale, është gjë tjetër. Tani ti ja ke dhënë vetë e ke referu, vetë e ke miratu. Nuk ka përgjegjësi ministri financave që e propozoi këtë ligj, se ti para se ta kërkosh tek tjetri, duhet ta kërkosh tek vetja jote, tek personat e paaftë, që realisht janë persona për mendimin tim, edhe në shumë aspekte tjera, në formulimin e kodit penal, ke paafësi, domethënë ke turpet mëdhaja bën nene që domethënë që janë të papara në historinë e shtetit shqiptar. Domethënë vjen për qesh, domethënë të duket sikur për shef në një film me kartona kur lexon kodin penal. Prandaj duhet një parë rrënjë sepse do kemi probleme tjera. Jam dakord. Po Meçë.
Atëherë, për të bërë konkrete, cila është pika që kundërshtojnë gjyqtarët? Është neni 12 i ligjit, pika 5. Dhe çfarë thot pika 5? Çfarë parashikon konkretisht pika 5? Ajo thot, paga mujore e gjyqtarit, prokurorit përbëhet nga disa elemente përcaktuara me ligj dhe në veçanti. Thot, pika A. Paga bazë, e cila llogaritet mbi bazën e një page referuese e lidhur me sistemin e piramidal. Vazhdojmë pastaj pika B, shtesë për vjetërsi, shtesa për funksion drejtues, përfitime tjera nga ligji. Kjo kundërshtohet dhe kundërshtohet pika. Ata janë për pikën nenin 1 dhe 2 të ligjit për gjyqtarët e prokurorët, për statusin e tyre. Këtë kundërshtojnë në ligjin e pagesës, në ligjin që është për pagesat. Dhe thonë, referenca. Dhe kjo është debat, referenca. Tani ku është problemi fillimisht politik, pastaj të futem edhe një problem teknik që është i thjesht, politikisht. Ndërtuam një sistem drejtësisë i cili është absolutisht i pavarur dhe mungon absolutisht ai mekanizmi i kontrollit. Dhe ky mekanizmi i kontrollit ka qenë objekti gjithë këtyre problemeve që kemi debatuar ne këtu. Pra kemi një sistem i cili është tërësisht i pavarur. I vetmi pikë që pretendohet që ka varësi është rroga, sepse thot rroga caktohet nga qeveria dhe